sigurisht janë dhe protestantë shpërndar, sepse kështu është shpërndar, po ti katolikët i gjen nga Amerika, gjithë Amerika e Jugut është katolike, një pjesë e madhe Amerikës Veriut është katolike, e shkon deri lart në Kinë e në Australi e tjerë. Sigurisht që me këtë pjesë në Afrikë, sigurisht që janë shpërndar edhe protestantët. Ortodoksët janë pak më të vegjël në numër këta të kishës greke, sepse këta vinë në Afrikë, lindje mesme këto territore, por pastaj janë të shtrirë në shtetin më të madh në botë, që është Rusia, që është shtet ortodoks. Dhe rusët, ma ka thënë njëherë Kirili kur e kam takuar në Tiranë në 2018. Kirili është? I pari kishës ruse. Ishte në vizitë atëherë. Është akoma apo? Në Shqipëri. Ai është. Edhe më tha mua, tha, Zotikulla, tha, unë di tha që ju jeni mik i papës, tha, po për botën ortodokse unë jam papa, tha, filloj nga Japonia dhe vit deri këtu në detin mes dhe. Kështu që duhet parë historia e secilit nga besimet. Shiko, unë kur para 22 vjetësh kam qenë sekretar shteti i qeverisë shqiptare për besimet fetare. Dhe më është dashur në atë kohë se ishte koha dhe që vdiq Papa Wojtyla dhe u bë Papa i ky Gjermani Ratzinger. Delegacioni i famshëm që ke shoqëruar. Dhe unë kam qenë edhe në delegacionin që vdiq Papa dhe në delegacionin tjetër. Dhe unë aty kam parë se sa e rëndësishme është të ruash ritet, zakonin, gjuhën me cilën me shohet. Pra, këta lefebrianët nuk pranojnë atë 1965-ën për cilin të thënë, pra për koncilin e famshëm të dytë. Po. Që është dhe pajtimi katolik ortodoks, pajtimi me botën islame e tjerë. Pse? Sepse nuk pranojnë që mesha të bëhet në gjuhën e secilit. Ata thonë që mesha duhet bëhet vetëm në gjuhën origjinale. Cila është gjuhë origjinale sipas tyre? Latinishtja. Apo nuk është? Jo, ajo është gjuha, por ata thonë që nëse ti do bësh, po, nëse ti do mësosh duhet dish gjuhën latine. Tani ti sapo më the mua, po sot këta kanë më avantazh protestantët se janë në shtetet më zhvilluara. Edhe po edhe jo. Avantazhi që kanë më shumë protestantët sot është që protestantët, duke qenë që janë më çlirë, nuk e kanë obligim latinishtën ta mësojnë. Flasin anglisht. Dhe anglishtja është gjuhë globale. Përfaqësojnë popujt cilët kanë fituar 2 luftrat botërore. Është më e thjeshtë për ta. Edhe të bësh jetën fetare është më thjeshtë. Edhe këta kanë jetë, sepse ki parasysh për shembull në katolicizëm dhe në ortodoksi aplikohet murgjeria. Pra, liderët fetar, priftërinjt, arqipeshkëvet, kardinalët, peshkopët, në rastin e kishës ortodoks, arqipeshkopët, nuk martohen.